kundër të pandehurit të ndryshonja me të dhënat personale si me shkrisat e vendes, konformimi 364 paragrafin 1 i kodit të procedurës penale është fajtor. Me këtë ka kryer veprën penale konflikti interesit, andaj gjykata konform rregullave të procedurës penale dhe të kodit penal të njëjtin e gjykon. Të pandehurin e ndryshonja i shqipton dënim me përkim në kohëgjatë prej 2 vite, i cili dënim do të ekzekutohet nga momenti kur aktgjykimi bëhet i formës së prerë. Gjykata pas vlerësimit të provave personale dhe materiale vlerësoi se në veprimet e të pandehurit të ndryshonja nuk përmbushen elementet e veprës penale keq përdorimit të tyres apo autoritetit gjyqtar pas administrimit të provave personale dhe materiale. Gjykata vërtetoi se në veprimet e të pandehurit të ndryshonja manifestohen elementet e veprës penale, konflikt e interesit, ndaj gjykata të letin e shkolli fajtor të dënoi sipas ligjit. Palët e pakënaqura kanë të drejtë ankese kundër këtij aktgjykimi.